Më thuaj çfarë moshe ke të them sa orë gjumë duhet të flesh. Çdo njeri shpenzon deri në 1/3 e jetës së tij në gjumë. Gjumi është një nga treguesit jetësor për shëndetin e njeriut, por nevojat për gjumë ndryshojnë sipas moshave dhe nuk duhet harruar që ndikohen edhe nga stili i jetës dhe shëndeti. Në disa raste, stresi që përjeton një njeri bën që ai të mos flej aq sa duhet dhe të mos bëjë një gjumë të rehatshëm. Ja sa orë duhet të flini në varësi të moshës që keni. 0 deri në 3 muajsh duhet të flenë 14 deri në 7 orë çdo ditë. Fëmijët 4 deri në 11 muajsh 12 orë çdo ditë. 1 deri në 2 vjeç 11 deri në 14 orë. 3 deri në 5 vjeç 10 deri në 13 orë. 6 deri në 13, 9 deri në 11 orë, 14 deri në 17, 8 deri në 10 orë, 18 deri në 25, 9 orë çdo ditë, 26 deri në 64 vjeç, 7 deri në 9 orë në ditë, 65 deri në 90 vjeç, të paktën 7 deri në 8 orë çdo ditë.